Ka njerëz që nuk flasin me askënd, që mbajnë brenda zërat lodhun nga padrejtësitë, nga heshtjet, nga gjykimet, nga plagët që nuk duken. Në këtë seri rrëfimesh kemi zgjedhur t'i dëgjojmë. Ata nuk do t'i shihni, por jo me sigurt se do t'i ndjeni. Sepse kjo që do dëgjoni është e vërtetë. Dhe e vërteta ndonjëherë ka nevojë për errësirë që të shihet më qartë. Asesi nuk do të mund të fillonim këtë rrugtim pa ndihmën profesionale, ku me neve për herë afër nesh dhe afër të gjithë atyre që vendosen me rrëfy në këtë projekt, do të jetë psikiatria Afërdita Goqi, për me na ndihmu me kuptu ma thellë peshën dhe ndikimin e këtyre përjetimeve. Doktoresh, shumë kënaqësi të pas. Faleminderit që pranove më ardh. Faleminderit për ftesën. Si je? Mirë. Shoqënia si është? Mirë është. Mirë është. Rastet tona, a kemi fillu me kërku ndihmë profesionale? Ende jo. Ende jo. Po. Po pse nuk kërkojmë ndihmë profesionale? A ende s'kemi mri me shpërndaj informacionin se gjithmonë është rruga e duhur, apo prej gjykimeve? Tash varet, ende stigma është ende prezente. Ka raste kur, sidomos gjeneratat e reja mendoj që janë duhet luftu stigmen, megjithatë gjeneratat pak ma, nuk do me thonë më shumë, po mosha pak ma trituna ende kanë stigmen, do të kanë të vështirë të kërkojnë ndihmë. Po gjeneratat e reja në shumicën e rasteve e kanë thy. Edhe që është mirë, e kam fjalën për adoleshenta ma tepër, por moshat ma trituna e pak ma vështirë po e kanë. Ndoshta do të kemi një edicion dytë dedikuar edhe adoleshentëve, por unë të falenderoj shumë që je prezente, sidomos me gjitha ato informacione, këshilla që do të na japësh mes 4 mureve të kësaj shtëpie ku jemi sonte. Dhe po besoj që kemi me përcjell mesazh të gjitha ata që janë veç tu e kalu ndoshta të njëjtën histori si ajo që e kemi sonte, të një çifti që rrëfen një histori shumë të ndjeshme dhe që është shembull i shumë rasteve tjera që kanë vendosur minutat vazhdime i kalu me ne. Ka shumë raste, besoj që ka shumë, po jo gjithë e kanë guximin që me dalë me folë për përjetimet e tyre. Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit për juve që na mundësut mu shprej. Dhe besoj që do t'ja arrim qëllimit për çiftet tjera, pos ma guxim mu shprej. Cili është rrëfimi juaj prej ditës kur u takut edhe vendoset mi dhonë betimin njëri tjetrit se do jeni në të mirën të keq bashkë, e tutje rruga e vështirë që ju patet? Jena njoftu 2012 në prill për arsye familjare, jena martu në korrekt, mrena 3-4 muje, ose kujna feju hoku po martaj. U rajgjësu martesa. Mas 3-4 muje, shapë përti. A kona i sanë 3. Mas 1 muje, mas 1 vjetë në falni, adin shkun të mjeku në bo një vizit rutin. Cilat kanë qenë pyetjet më të shpeshta të rrethit juaj, të shoqënisë, familjes? Shapë përti. Kjo ka qenë pyetja më e shpeshta, çfarë po pret? Nështë hajtë në të kuptin dhe me lisë, që i ka pratë. Tjetë njerëse. Edhe përgjigja jote? Kohu, puna Zotit vjen, kur do marrë, vjen. Mas 1 vjetë i vizit rutinë se kom probleme cikër. Pasha mësë është pengesë. Ka të një o gjërë normale, mu është me bërë një dhe ciklin e çrregullt, analizat mirë, vizit pas vizite, dhe njerëz na propozeshin të doktor në shtetin ku jetojmë, ase janë nisëm të doktor tjetër, një qyra për na thoi njëtat fjallë. Shkun që tjetë pak ma të largë, njëtën terapi, njëtën me stimulime, me gjithpuna, me hofa, u pa rezultat. Mas 3-4 vjetë, 5,
vendosëm për IVF. Që shke lajmi se ju duheni mi ju nështru një IVF-i? Po, shishim se nuk ka sukses me terapi më të thjeshta, me stimulime, me gjithpuna, me hapa. Bisë të du me burrin, ata provojmë me IVF. Na shpjegon pak a shumë, na shpjegon adin procedurën. Po nuk kanë tërgu për pasojat, për shembull efektet anësore. Dështoj e para, luftum dytën, tretën, arritëm deri te e gjashta, që pota një shtatësani të shtova, në njëve gjysë. Abart, u kanë nëllë zemra, bineq. Hajtë dhe shtatën puna, adhe me luftu, masi pota i shtatësani, mjo për dyqysh dhe ma zemra me luftu. Adhe në shty, masi muna me bo, adhe shtatësani, se vazhdoj tutje. Erdhë e vjevi i shtatë, edhe atë shtatësani po ndërprej ma herët. Dhe në trellë, të viti IVF-i 8, edhe atë dështim, kur është rezultati. Mërënda këtëve 13 viteve, kena luftu si në nëllë. Momenti ma i vështirë që e keni pas, sa afer e ki pas bashkëshortin tënë? Cili ka qenë momenti ma i vështirë ju i gjatë kësaj kohë? Ka pas shumë përgjithësi, është aborti. Aborti ka qenë ma i vështirë, me siguri. Aborti. Kena luftu vendimet familjarëve, me përkrojen familjarët të ngushtë. Si ka unë e jeme, si ka unë a bashkëshortit, përkroja u konë maksimale. Në kanë shtyjt, në kanë një pësemën, plus në atë, plus edhe familjarët tjerë, në kanë një zemër për me luftu. Kush ju kanë ndihmu juve dhe cilat fjalë kanë qenë për ju shpes dënse? Tash, nëse jemi jashtë dhe ka edhe çifte tjera që na ndëgjojnë, ose kemi raste në familje ku duhemi na me pas kujdes të çiftet që janë në proces IVF, ose çfarë gabime s'bën me bo, cilat momente juve ju bën mund një keq, cilat fjalë të njerëzve, te koha kur ju veç është dasht me abortu. Se na e kena majtë pak si shatë. Ju si keni tregu kërkujt momentin që keni marrë vesh? Po, Okej. po se di që shu bo të njëve bashkëshortit. S'ka dal. S'ka dalë për nesh, po atër morë vesh. Nuk ditë ka kanë marrë vesh. Sa është të zënë. Pak në ndikon ajo. Ndikojnë fjallët. Fjallët njerëzve. Cilat? Cilat kanë qenë fjallë që ju kanë ndiku edhe ju kanë bo mundi keq? Çka s'duhemi na me bo? Me reagu ndaj familjarëve se një loke e ka thirrë mamën në telefon. I ka thonë, unë e ndiva që për mu, është atë zonë për tjetër kuj, se se më që të regu të vetë. Unë të nesër të kisha më shku, të miku, në ashtë ta ju më shqetsu pak, po i ka thonë në atë njërë momës, njërë nervoze, se unë e ndiva, pëse s'ki ka të regu ti. Unë të nesër të kisha më shku të miku, edhe ju ka nëllë. A në ashtë au konë shqetsim, au konë e shkrunje. Mos më zhvillua i fmi, ata fmi. Fjallët e njerëzve, pse s'më ki të regu, pse se kini majtë sheft. Doktoresh, këto çifte me siguri rastet si këto kanë nevojë për mbështetje profesionale. Definitivisht ka nevojë shumë për mbështetje profesionale gjatë gjithë
cikleve, domethënë, sado herë që përsëritet IVF-i, do thotë para, gjatë procesit, po dhe sidomos në rastet kur ndodh aborti, për shkak se jam e sigurt që në momentin që e keni marrë vesh që jeni shtatzon, gëzimi ka qenë shumë i madh, ka arsye pse ju e keni majtë të msheft, me siguri ju kanë tregu mjek që ju kanë tregu që 3 muajt e parë janë pak më kritik shtatzanis, edhe është e drejtë e çiftit mos mi tregu kërkujt. Unë se kam qartë ka dalë informacioni, menoj pa tani përshtypje sikur e ke ndjenjën e fajit për shkak që je stresu pse ajo kushërina Lakja ka thonë se s'm keni tregu pse është dashur mi tregu. Realisht na nuk kemi nevojë mi ju tregu njerëzve, ju tregojmë çka dojmë. Nuk ka nevojë me na bë presion, por nuk mendoj që ka qenë çaj stres në pyetje. Mendoj që nuk ke nevojë me fajsu veten, për shkak se 3 muajt e parë janë të rreziku, besoj ju kanë shpjeguar dhe ginekolog. Cilat janë vështirësitë e një burrit në këtë proces? Çka flisni ju mes veti? Burrat po flas, edhe ç'është niheni në këto procese? Vështirë, më ka duk ku ka thonë se ka abort, po duke mu pajtu njeri me çdo sa në jetë, sa ja ke bukur si vështirë, se pëtshëm po më gëzu, si thojnë, po erdhë e moment ku tha ju ka nalë zemra, nuk i bën zemra, nuk ka do shumë vështirë. Po duke mu pajtu njerë me këtë të vështërësi, si ka jeta. A ju bojnë pyetje juve burrave? Pse s'po bëheni prind, se për neve grave kam pyetje pa fund. Po mes burrash, a bëhet ky muhabet? Ja, para se të une nuk kam ndodhur thosë. Por ju e ndjeni me siguri se krejt e kanë kurreshtjen edhe ju intereson me ditë çka është të ndodhur. Po, interesohen, po. Dhe na ma pak adin, për prind më bolë, se vesen, po duhet si thonë, që më bolë. Forma që ju tha doktori, edhe ju që e pranut, kur tha që kjo shtazani është ndërprer. S'na tregoj herën e doktori, i pati ja 5 dhoma tjera. Në dhomën e parë pikëqyr, tha pikëqyr këtë aparatin e dytë, tha në dhomë tjetër nuk na tregoj fill. Edhe ju fillut me mu shqetsu me siguri, apo fillut me vrejtë që diçka së shtrejtë? Po, s'është në regull. Ku në shtinin e të dytën, po na tregon, tha, se ka vdek, tha, nuk ka funksionon mirë. Qështu ju tha? Po. Ka vazhdojmë apet në tutje. Me vazhdojmë apet, po apet nuk u bo, si tojnë... Edhe gjendja ju emocionale në atë moment? Unë jam anishme. Unë majtë. Unë jam anishme. Ja, 10 minuta ju më nalë, asë e kun shpësy në gjatë, kun kajë. Kun shumë, që a ditë, kun shumë. Nesren u forcova asët, nesren ju pastru. Nata ma gjata për ty? Do të po kretë natën najti. E të nesër dhe qysh u fajtova. Ta është dhe këto thonë. Me kënë ishët ju atë natë, ose... E në konë... A e kanë ofru një psikolog të pak të një mi pasë ofër në ato? Ja. Ju i keni sen të nkohën psikologu një një tjetërit? Pashke. Yes. Qka sillet në përkry të një zonje atë natë? Mendimet e tuja? Pyetja ma shpesh është pse? Pse ndodhej? Se s'pjarin? O problemi? Se këtë mjek të dojnë dhët njërina. A nështë ta zotë s'danë. Nështë ta kohë një arsy pse s'danë. Nështë ta
Ka një arsye pse së dojnë. Ti mendon se ka një arsye që s'don? Besaj. Çka mendon që mundet me qenë arsyeja shkajtu vetit? E jetin. Në është ta sfit kjo. Me na sfitu. Që ti ku i na dormimin. Ndoshta ma shumë na duhet me ditë çush është dashur profesionalisht më u trajtu një rast si kur i qiftit që e kemi Në sot. mungesë psikologët, edhe pse psikolog ka mjaft edhe kishen një me i punësu, mundet edhe stafi mjekësor. Stafi mjekësor. Për shembull, momenti kur mjeku ju ka dhënë lajmin, ai gjithsesi e ka ditë që është lajmi shumë i vështirë. Për momenti kur ju ka treguar që foshnja embrioni ka vdek, a ka ofruar ai përkraje, apo ju keni dalë me një herë në korridor, e keni prit aty, a keni shku me një herë në shtëpi, a ka qenë dikush tjetër prej stafit që ka mujt me bisedu edhe pak me juve disa qetësoni? Mbas lojmit, na kanë drejtu të koordinatorja në spitale, për me fol kur me caktu për abort. Na kanë thonë për të nesrit, dhe ajo na ka fol, pa di na kena bisedu, na marrja 20 minuta. Na ka thonë ka plot raste në 7 muaj, 8 muaj, ka pas raste edhe 9 muaj, që kanë ojë zemra. Dhe na ka fol. Dhe një farë mënyrë si psikologe u konë. Ajo su konë profesion psikologe u konë koordinator, po... Në mungesë ka njerë mundet të stafi për shkak se ka një orit mjaftueshme në aspektin ginekologjik, po në anën tjetër e shohin edhe gjendjen psikologjike, kështu që munden me ofru përkraje edhe ata. Jo, ka pas përkraje për stafit. Çka tutje? Ju vazhdut, e provut prap, shpresë keni ende, dhe pyetjet e njerëzve pushojnë, besoj dikur, apo? Po mërs. Në kurreshtja edhe pyetjet se pse s'ka kur gjë të re, fillojnë edhe ndalen. Pas një kohë, apo ende ka pyetje? Ka ende. Ka ende pyetje? Ka, mas 13 vjetë e ka ende. Direkt pyesin moj. Po. Asha pa pritni. Deri kur? Do një me prit. Nashta kishin shumë rëndësinë që të moment me tregu që është njeni ju kur mas gjithë këtyne viteve, jo pyesin çka po pritni, kur e din që, me siguri e din që jeni në për procedura. Sidomos mu ma shumë vesin. Në femna, gruja grun, femna femne. Po. Edhe fillim e bësha nga zemrës. Këne ja këthesha më mirë adin, atë kur do zotë. Cili ka qenë emocionin që atë moment? Je mërzit, apo je zemru pse po të bojmë pyetje në vazhdimsi? Të dyja. Dyja. Po që ka herë, po që isha në shpi, po që isha vetëm, kojsha. Atë më puna mu vulliru. Ka thë thashë dhe parë, s'pytja pse. Po për shkak mirësjellës asnjëherë nuk i ke thonë dikujt se duhet me ta bëu atë pyetje. Më thëshin, mes më shef. Që ato ju thashë dhe parë s'kë nuk më shef, dhe 3-4 muaj mundet një më shef. Po pse është më rëndësia më shefa nuk më shef? Më thëmë shef, s'u do me nga tregu. Dhe ku të fundit pak ju në trash, ka në i sanë të rej. I më trash pak, ku shtu pesh. Që mundet me qenë efekt ansori terapisë? Më paki. Cila është ndjenja jote, ose se na gjithë flasim me veten, në çdo moment kur jemi i qetësi dhe pa njerëz, cilat janë pyetjet që ja bën vetës, shkaku i gjykimit tjerëve, ose interesimit tjerëve, ose çka i thu vetës, për ditë, për natë? Se fillim thësha dirë kur. Dirë kur do ndodhë kë moment. Po, kote e fundit të më dëgju ty, diqy shumë qetsu. Edhe ka pas raste edhe goj muziki, edhe dëgjuset në vesh, edhe qetsuna. A një thamë, s'do, me zorë s'buhet.
do me thonë e keni gjetë mënyrë me ndihmu veten. Jo çdo person ka nevojë me shku te profesionisti dhe këtë kisha dashur me e cek, nëse për njerëzit gjejnë mënyra me qetësu veten, nuk është e thonë me patjetër me shku te profesionisti. Po në momente kritike kish qenë mirë me qenë dikush, pra po them nëse s'ka psikiatër, psikolog, dikush prej stafit me ju ofru mbështetje në momente shumë të vështira, të paktën çat kohën kur merret lajmi i keq diçka. Mirë po është shumë mirë, të tregoni për përdorim fjalën anglisht resilience, do të thonë qëndrueshmëri që e keni, edhe është shumë mirë që e keni gjetë mënyrë me ndihmu vetit. A ki pas dhe një moment që i ke thonë vetës boll mo? Po, Kur? ku marrë lojmin e IVF-it të fundit. A so? Thirrën në radio. Ke thirrë në radio për IVF-in e fundit. Na tregove gjithëve që po pret një përgjigje. Po, Edhe? si shkum Ke thonë, qenë shumë emocionuar atë. ekstrem, po, atje kom bo shumë shpresa që ata kom dosh mi do me ju, E pse shpres? për që konit. Çka të dha shpres? Se di, mënyra që shfolë ti, edhe aty thësha, du mi do. Momentet e fundit kom thirë, minutat e fundit. Minutat e fundit, po. Edhe kur kanë marrë vesh që kom thirë, tonë këtë familjar, i kom bo me kaj. Adin, piqa se IVF-it fundit, kom thonë, bo. Po, apet familjar, provoj dhe herë. A keni pas raste kur ka thonë zonja jo e ti po? Jo. Kush është ai që vazhdimisht kërkon Dytë bashkë. të dytë? Dytë bashkë. Por a keni pas raste kur njëri është dorëzu e tjetri e ka shty, apo për herë jeni Unë është të në hertë këta, në kom qef më nalë, dhe në fund. a keni pas ndonjë moment krize narcis shkaku i Për thmi, pamundësisë për fëmijë? jo. Nuk jo. keni pas. Jo. A e keni mendu ndonjëherë ose diskutu ç'është doni me vazhdu tutje? A për juve është veç IVF-i? Vetëm me këto, si pas mjekve, si po thonë, vetëm me IVF. Jo, po mendoj për lidhjen e juj, A, për po martesën lidhën, që po keni. martes, unë i kom karzu, bone fëmijë zbone, e zoti është nelt, për mu je, dhe më thonë, për në hertë, për mu, nuk, Nuk lunë rol a patëm as patëm. Po, si që fatin femna që të ka qefën bu, non, është. Moldavi sani jo, as une, as kjo. Çka ju ka lidh mas shumë ti ka shumë juve? A ndoshta ke lufta që e keni për pos dashnisë sigurisht? Por, edhe kjo lufta edhe ma tepër, na ka lidhë edhe ma shumë. Se ka raste kur çiftet jo ndo, Po, definitivisht. për shkak se Për shkak se stresi është shumë i po, madh, po. andaj në varet çifti sa komunikon mes veti. Nëse janë të hapun edhe ndajnë çdo emocion është mirë, po ka raste kur nuk komunikojnë rreth kësaj çështje, për shkak se mundon me kursyer tjetrin, por në vërtet kjo mandej i largon. Mandej mundet me ndodh që ka akuza, ti s'po mërzitesh, vetëm unë po mërzitna, apo don as po don, apo don mund do çka e tu dosh, edhe thellohen problemet, kështu që disa përfundojnë me divorc. Po është nësi me dëgju, dhe më thonë që ju e keni përkrajnë për njëri tjetrin, edhe që në Shqipëri në raste kom pa që femrat në fakt e kanë frikën që mundet me i lënë Po, për shkak tena, të fëmijëve. Po, Aja të lidhë edhe ma tepër, që për punë të fëmijës, dhe më thonë, është shumë e keq ajo punë, për shembull, në dashni njëri me tjetrin, ku kena, edhe mos me pas të fëmijë, nuk ka, Nuk ka pënkesë. mu do jo. Se mu plak bashkë. më plak bashkë, në fillim e kena vendosë, edhe ndesat jena, tash mund të ndodhë gjithë shka, po, që të mëndemi në shkuna. Kjo është shembulli më i mirë për krejt ata që janë të e përcjellë sot këtë program. Më i miri shembull. Ju besoj i keni pa që ka familje me shumë fëmijë,
po kanë të lashe shumë të mdhaja, fatkeqësisht. Ju nuk jeni ndala, po? Ju do të vazhdoni me tentu për... Apo tha boll mo? Njëherë boll, po kom bisedu me doktorin për njerën e fundit. Ka thonë po sha 2-3 muaj, kom thonë me vezore tjetër kuj. Po ka thonë të s'ki nevoj se i eri. Por adin ki i eri. Po, njëherë po du me pushu, më fëqetsu vetë, më marrë forca, dhe kena pas shpenzime shumë. Ana financiare, po, këto e në të kushtueshme shumë. Shumë, për që ato thash se u shkatrum këtë rezervat që thojnë në ferro, me puna, kurse të mjeku. Sa i kushtueshëm është një procesi IVF-it? Një proces IVF-it me vizita, me terapi, me 5.000 sha Për një IVF. edhe pa përkrojnë e familjes, nas s'kishim mujt, na 7-3 IVF apo, po që ka që shumë jo. Doktorish, kisha dosht me afru bisedin edhe me shku drejt fundit, po ndoshta me këshillat bazike për gjithë ata që po na ndjekin njëjtë, që po kalojnë rastin e njëjtë, ku me pas kujdes, kur me kërku ndihmë, ndoshta edhe një analizë të rastit çiftit, në cilat momente është dosht me kërku ndihmë, edhe cili është momenti më i miri që këta kanë qenë krah njëri tjetrit. Profesionalisht, ku duhemi me pas kujdes, edhe cilën rrugë mi ndjek. Dhe ne keni fjalën në rastet e infertilitetit, kujdesi duhet me fillu prej momentit që çifti kërkon ndihmë realisht te ginekologu për me pa ku është problemi. Edhe për çiftin fjalë nuk janë vetëm që realisht nuk gjejnë diçka problem të asnjëri, se kur gjejnë problem të njëri, mandej ai person zakonisht të zhvillon ndjenje e faj që po e lodhe partnerin ose partneren pa fëmijë, po në këtë rast është edhe mos të ma vështirë, po gjithsesi është shumë e vështirë kur thojnë që je mirë, e në anën tjetër nuk ndodh, e është shumë e dëshirueshme që me pas fëmijë për me përmbush jetën. Kështu që në rastin konkret, mendoj që është një prej çifteve të ralla që kam pa që kanë shumë përkrahje dhe më vjen shumë mirë. Edhe e kuptova që këta kanë gjetë mbështetje edhe njëri tjetrin, po edhe në mënyra me qetësu veten, domethënë e përmendën muzikën, ndaj aktivitet fizik potencialisht, ecja për shembull, mundet me na liru prej ankthit. Ndoshta në teknikë relaksimi, ka mujt psikologu mi ju ndihmu, mi ju tregu paktën qatë fillim mi ju tregu sfidat në për cilat keni me kalu dhe pak mi ju pregadit që ka mënyra që ju mundeni me i përdor për me qetësu veten. Por nëse nuk ka në institucionin ku këta e marrin ndihmën, ka në klinikë psikiatrisë, ka në spitale psikiatrike në qytetet ku jeni, kështu që mendoj që nuk duhet ndoshta ekskluzivisht me u përqendru vetëm në klinikën ku ju trajtoheni, po mundeni me shku te psikiatri në institucione publike, sidomos çiftet që kanë vështirësi materiale, nuk kanë nevojë me bësh shpenzime, shtesë edhe në aspektin e trajtimit psikologjik. Kur duhemi me trokit nder të psikologut? Kurdo që e shohin veten persona që i duket që po dojnë më dorëzu, ose që kanë shumë emocione negative, për shembull ndjejnë faji, ndjejnë turpi, ndjejnë shkënjimi, shumë ankth, shumë depresion që çrregullon funksionimin. Do të kur e shohin që nuk po munden me flet, nuk po munden me u përqendru në biseda me njerëz, nuk është e preferueshme se shumica e njerëzve mandej tërhiqen. Për shkak të reagimeve të rrethit, pyetjeve dikush mundet me duru, për shkak se njihen keq, janë të mërzitun, është një plejade e emocioneve. A bëhet shoku i ngushtë, psikologu, psikiatri atij personi dhe a duhemi me fol me rrethin ku po shkojmë? Realisht, po mendoj kish qenë mirë me luftu stigmen edhe mos me pas ndjenjë turpi, pse duhet me pas ndjenjë turpi që shkon në konsult te një psikolog ose te një psikiatër. Mirë, po prap duhet me marr parasysh që ka ende stigma është prezente. Që munden me ta ketësu gjendjen, pastaj me... Pikërisht, çka s'është në rregull, pse po shkon te psikiatri, e mos them ato fjalë tjera do matrona që janë. Kështu e zgjedhin mos me fol. E zgjedhin mos me fol. Mami.
çka mundet me ndodhë është se tash vendi është i vogël edhe mundet me ndodhë që takohen Po, me persona të njoftun të pritë psikiatri ose të Po. psikologu, kjo mundet me ndodhë, edhe pse për shembull caktohen termine, prap se prap mundet me ndodhë që më pa, po nuk ish dashur me pas ndjenjë turpi për shkak se njerëzit duhet me kuptu që në përshkajnë të kalu këta. Edhe kanë herë është të vështirë me u përballë vetë me emocione. Familja, shoqëria, se tash po analizoj këtë situatën e pyetjeve vazhdimisht, a ka diçka të re, varet edhe kush të pyet. Do thotë nëse të pyet nona, të pyet motra, të pyet dikush familjar, kjo është shkak dëshirës, edhe nuk e menojnë në fakt që janë të i bu presion. Familja mundet me të ofru përkrahje, po ka njerë përkrahja nuk është e duhura. Ka njerë edhe na si profesionisht e kemi shumë vështirë në do situata, për shembull, që fejtu personi që është në gjendje shumë tronë, si që i thu po të kuptoj, thotë ju s'po më kupton, edhe me të drejtë, se ti se ki përjetu që tash kem të përjetune. Megjithatë, neve empatia do thotë aftësia që na me e shtivet në pozitën e tjetrit na ndihmon që me kuptu dhe i dikun shpon njet. Nuk mund të thonë e di krejt që shpon njesh, se nuk e di, nëse se kom përjetu, mirë po e kuptoj. Si profesioniste e kuptoj shpon njet, edhe nuk ka nevojë mungut me i qitë krejt emocionet për njëherë, por gjithsesi seansat e para, kur fillohet me u bisedu për çdo emocione, mundem me qenë pak shqetësuese. Po të njëjtën kohë ju mësojmë edhe mënyra që me qetësu veten, ose gjatë seancës ju tregojmë konkretisht që me e qetësu veten në momente kur janë shumë të emocionuar. historia juaj është unike, është shumë e bukur. Është ëndër që ndoshta shumë familje jashtë kishin pas qef mi pas. Harmoninë që e keni, mbështetjen që e keni për njëri tjetrin, edhe sa shumë shok jeni. Është ëndër e shumë familjeve dhe unë i kisha përqu mesazh të krejt ata që na ndjekin, sa tjerin historitë e tjerëve, le t'i rregullojnë të vetat që i kanë shpe. Vetëm që ashtu na mundemi me qenë tani mbështet të njëri tjetrit edhe në lagje, edhe kudo. Prap se prap, të dytë normal kanë dëshirë me u përmbush me pas fëmijë, po presioni kryesor është te femra. Për shkak se femra ka me marrë terapi ma shumë, femra ka me pas keq ato efekte anësore të terapisë, se në ashtë me rëndësi me cek që ankthi, depresioni, këto simptoma tjera, shgënjimi, e këto pikëllimi munden me qenë për shkak që nuk ecin procedurat, po në anën tjetër edhe hormonet shkaktojnë që i merr për stimulim të folikujve, do të thonë shkaktojnë efekte anësore njëjta, edhe shumë vështirë tash me përcaktu a është efekt anësor i hormoneve, se shkaktohet disbalans, a është për shkak procesit që nuk po ecë. Edhe me thonë him në një rreth magjik për cilit është vështirë me dalë, për faktin se nëse femra shqetësohet shumë tash pse nuk po mbetet shtatzan, kur shkaktohet që disbalans është kontraproduktiv, do thotë nuk lejon me ardhjet e shtatzania nëse nuk është gjendja hormonale në rregull. Për shkak është shumë e rëndësishme që me i përcjell, megjithatë është mirë që disa gjejnë forcë brenda vetit dhe i ndihmojnë vetes, megjithatë është më mirë me pas profesionistin që i përcjell, psikiatrin ose psikologun, për faktin se nuk ishim dashur që me u çrregullu, do thotë gjendja hormonale edhe me pa mundsu shtatzanin. Se nashta nëse nuk është gjithçka stres, nëse ulet niveli i stresit, gjasat janë që nëse që ka qenë faktor, është fjala se aty ka shumë faktor, do thotë mundet me eliminu si faktor, edhe mundet me shtatzan. Faleminderit shumë doktoresh, me qenë se jemi te fundi, unë për ju e kisha kërku veç mesazhin që kishe dashur me ju përcjell gjithë atyre që të e kalu të njëjtën situatë si kur ju. Edhe për ne, ku me pas kujdes, edhe për ato çifte që janë në të njëjtën provë të IVF-it. Mos më dorëzu. Është që është fundi, mi përkran një tjetrin. Pra, ky qëllimi për mi vazhdu jetën bashkë me qeni në shkrum, edhe gati për çfarë do sfide që na del përpara. Doktoresh, ka shumë kënaqësi që të pata sot. Faleminderit që e bë pjesë e projektit mes 4 mureve. Faleminderit, juve ishte kënaqësi vërtet. Ne do takohemi me rrëfime të tjera në projektin tonë, në programin tonë mes 4 mureve, unë dhe ti dedikuar shëndetit mendor, me doktoreshën tonë që keshim bashkë në këtë shtëpi në një prej zonave të Prishtinës. Ju mirëpresim edhe juve të tjerëve nëse keni nevojë dhe ndiheni rehat vetëm me tregu rrëfimin e juaj, na jemi këtu në kushte konfidenciale. Anonim do mbeteni, por besoj do t'jeni shembulli më i mirë për gjithë ata që na ndjekin për te ekranin.